komunikimi institucional me partnerët ndërkombëtar është i vazhdueshëm dhe i strukturuar, duke u zhvilluar në mënyrë të përgjegjshme dhe në përputhje me natyrën e ndjeshme të proceseve gjyqësore. Po ashtu nuk kemi hezituar të ngrejmë zërin kundër vendimeve të padrejta ndaj krerëve të UÇK-s, siç ishin për shembull mos lejimi i ish-presidentit Thaçi për të marrë pjesë në varrimin e babait të tij, si dhe pranimi i dokumenteve zyrtare të shtetit gjenocidal të Serbisë si prova në procesin gjyqësor atje. Sa i përket pretendimeve për mungesë informacioni apo koordinimi, është rëndësishme të potencohet se vetë arkitektura juridike e dhomave të specializuara e themeluar në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare dhe legjislacionit të brendshëm garanton pavarësinë e plotë të saj nga ekzekutivi. Kjo nuk kupton se qeveria nuk ndërhyn procedura gjyqësore dhe as nuk ka qasje të drejtë për drejtë në informacionet operative të proceseve në zhvillim. Megjithatë, kjo nuk përjashton përgjegjësinë tonë për të ngritur çështjet karakterit parimor dhe për të kërkuar standarde të larta të transparencës dhe të respektimit të drejtave themelore. Në këtë kuadër, në komunikimin zyrtar drejtuar zonjës Ekaterina Trendafilova, unë kam theksuar se nga perspektiva institucionale e sigurisë Republikës Kosovës nuk ekzistojnë rrethona që do të pengonin qëndrimin e të akuzuarve në territorin e vendit ton gjatë zhvillimit të procedurave, duke garantuar kapacitetin e plotë të institucioneve për të siguruar mbarvajtjen dhe integritetin e procesit. Kjo paraqet një vlerësim zyrtar se kushtet e sigurisë janë të mjaftueshme dhe në përputhje me standardet përkatëse. Për sa i përket veprimeve konkrete, qeveria mbetet e përkushtuar që në përputhje me kompetencat e saj kushtetuese dhe ligjore, së pari të ngrej në mënyrë të vazhdueshme çështjen e respektimit drejtave të njerëzit në komunikimet me partnerët ndërkombëtar, së dyti të mbështesë çdo iniciativë që rrit transparencën dhe standardet procedurale në këto procese, dhe së treti të siguroj që çdo shqetësim i ngritur të trajtohet në kuadër të mekanizmave institucional përkatës. Ne kemi ngritur zërin dhe do të vazhdojmë të insistojmë që çdo proces të zhvillohet në përputhje të plotë me standardet ndërkombëtare për një gjykim të drejtë, transparent dhe të panshëm.